Po të shikoni lajmet kryesore në mediat sociale si Facebooku të shqiptarëve, këto dy do të shikoni se dy janë postimet më të përsëritshme. Janë rreth vizitës së Edi Ramës në Izrael, edhe një pyetje që përsëritet në postet her pas hershme, a është Vjosa Osmani apo e Zemni Vlora, ku do di unë ca njerëz më e përshtatshme si presidente për Kosovën. Këta janë dy lajmet më të përsëritshme që shifen kryesisht nëpër rrjetet sociale. Edhe në radhë të parë unë desha të them dy fjalë për Vjosa Osmanin, pastaj do flasim sërish prap, sa është një gjë shumë rëndësishme kjo që disa e përqafojnë, gëzohen, janë krenar me këtë vizitën e Ramës, e disa të tjerë e kanë shajë lëpirës e çdo lloj fjale. Edhe desha të flasim bashk, kryesisht unë po flas, po më falni, do kisha qejf të flasim bashk, po s'di do ta bëj atë ku flasim edhe komunikojmë, po ne gjithë flasim, se cili flasim në këtë rrjet. Për Vjosën, nuk e di në Shqip se po fillojmë të harrojmë ato mrekullitë e gjuhës shqipe dhe s'po mësojmë tamam gjuhët e huaja në përbot, unë anglisht. Por në anglisht është një fjali, është një fjalë, është një thonje që thuhet don't fix what ain't broken. Pra, mos u mëno të rregullosh atë që s'është shpresh akoma. Mos u mëno të rregullosh atë që s'është shpresh akoma. Ne mund të kemi në radhët tona në Kosovë sa e sa dje me vajza, se ne plejs duhet t'ja lejmë radhën atyre iku jeta jonë, në qoftë se ato të shpojnë që meritojnë, ne kemi plot e për plot që mund të zëvendësojnë edhe Albin Kurtin, edhe Vjosa Osmanin, edhe Hashim Thaqin, edhe Ramush Hajradinin. Ne kemi plot, Shqipëria s'ka vdek. Unë nuk jam si socialistët në Shqipëri që mendojnë që vetëm me Edi Rama edhe s'ka tjetër. Ne kemi plot. Por problemi është Vjosa Osmani, për mendimin tim, si shqiptar, unë nuk jam në shtetës si Kosovës, do t'isha krenar t'isha, do t'a bleja me pare, që s'kam pasaportën e Dardanis, por si shqiptar që jam, që e du Shqipërinë cep në cep, që du çdo lloj shqiptari që ka gjak shqiptarin ndej. Unë për vetë mendoj që ne s'kemi shndërheqjen, vetëm mund të përishim, ndoshta rregullojmë më shumë, po është një bigjoz, mund të përishim, nëse nuk vazhdojmë. Edhe 4 vjet tjera pesa janë këto me Vjosa Osmanin. Vjosa është po aq e suksesshme, por me drejtim tjetër, më falni që bëj krahasimin, sa ç'është edhe Edi Rama në politikën e jashtme. Edi Rama, shumë për juve, është gogol. Është tashtis po bon goja të them vehmje për ata që bën në Shqipëri me korrupsionin, me vjedhjet, por në arenën ndërkombëtare ka qenë një krye diplomat. Disa thonë është Sahon Lëpirës, pile thonë edhe Byth Lëpirës. Më vjen keq të themi fjalën Byth Lëpirës. Kur flasim, unë e shaj vençe, por nuk është diplomacia, krye diplomacia. Njeh edhe po të mos jetë e vërteta e që thotë, në qoftë se përdor diplomacinë, qoftë edhe hipokrizinë për të mirën e vendit, për të mirën e kombit. Por ai më ngjan që është më i sinqert, më i pastër,
më i drejt në arenën ndërkombëtare dhe është i vërtet. Edhe ndoshta nuk është në Shqipëri, atje është arrogant. Atje është mbrojtës hajdutësh nëse nuk është hajdut vetë. Por edhe një herë, Vjosa Osmani, vëllezër e motra, për mendimin tim, nuk do më vinte keq. Të mos e shifnim si presidente, por do më vinte mirë, në qoftë se Kosova ka mjaft të tjerë që mund të jenë dhe më të mirë se Vjosa Osmani. Ju alem juve. Unë mendoj që ajo gjohë që nuk është prish, nuk ka nevojë të rregullohet. Po punon mrekullisht për Kosovën. Kushdo që e ka pa, kudo që e ka pa, kudo që e ka ndjek, nuk ka çfarë kritikon Vjosa Osmanin. Edhe Kosova veç se po ecën përpara. Edhe një meritë e kësaj është patjetër edhe Vjosa Osmani. Tash i dalim tek vizita e Ramës. Vizita e Ramës, vëllezër e motra, është pa përsërit vetveten. Është diçka që duhet po e krenar çdo lloj shqiptari, edhe armiqtë e Ramës në Shqipëri që duan t'i marrin pushtetin, edhe ata që e duan, edhe e marrin si mret. Pse? Sa është diçka që ka bo krenar ne të gjithëve. Për arsye se ai nuk ka shku atje, edhe thot që këtë ka bo Edi Rama për ju izraelitet. Nuk ka thonë atje që këto kanë bo Partia Socialiste. Nuk ka thonë atje që këto ka bo familja ime, po dhe baba im, që ka pas ministra, çfarë ka pas atje në detyrat të larta në kohën e qeverisë komuniste, dhe shumë thonë që ka qenë një katil, një maskara, po ka hik. Por ai nuk ka thonë këto. Ai nuk ka shkuar të thotë Izraelit mos e pranoni Sali Berishën apo Partinë Demokratike, se ato janë, për shembull, anti-qifut, anti-izraelit, edhe nuk i duan juve, kurse ne socialistët i duam. Ai si ka thonë këto. Ai s'ka kërkuar asgjë për familjen e vet atje. Ai ne mburrim me diçka që është një lloj, sikur thush, mohonja Xhafer Devës. Mohonja Xhafer Devës sepse ka bashkëpunuar me nazistët, ata sakrificën e madhe që ka bo kombi shteti shqiptar në okupatorin me në krye Xhafer Devën për të shpëtuar çdo lloj jetë qifuti. Ai nuk i ka thonë këto. Qifutët Izraeli din që ne kemi bashkëpunuar me Gjermanët, se na intereson të se ishin kundër slavëve, por nuk ka thonë, nuk e ka mohuar të që kemi po për qifutët ama, që bashkëpunuan për shpëtuar çdo lloj qifuti. Edhe Edi Rama po të kishte shku në Izrael, apo të kishte shku në një kohë fushate që po fiton Partia Demokratike dhe të thoshte Izraelit apo udhëheqësve hebrej në Amerikë, në Kongres apo në Senat, që na ndihmoni neve, mos e ndihmoni Berishën. Atëherë do ishte ndryshe, do flisja edhe unë me ju. Por vëllezër e motra, nuk është kështu. Ne kemi shpëtuar çdo lloj qifuti. Ne kemi sakrifikuar jetët e tona. Ato njerëz në Shqipëri, edhe ata s'kan qenë, për shembull, muslimanët shqiptar apo katolikët shqiptar, do doja të them edhe ortodokset, por nuk e di nëse kemi këto, po kanë qenë shqiptar, nuk kanë qenë, për shembull, që ishin ca me komunistët, ca me ballistët, dhe ca me legalistët, dhe ca me nazistët, edhe njëri grupi i tyre shpëtoi, kanë shpëtuar gjithashtu në genin ton. Ato duan të na njohin neve këta që kemi po, edhe s'duan të na harrojnë. Edhe në ditët përkujtimore na marrin atje, ata në shpëtuan Kosovën, kanë qenë hebrejt. Në Kongres dhe në Senat jo kam thonë disa herë, pse vëllezër e motra, pse hidhemi edhe sulmojmë, jo Edi Ramën, se po të sulmoni Edi Ramën, mu nuk më vjen keq. Unë e di që ju atë doni të realizoni, ti këpusni kokën, të hiqni kokën në Edi Ramës, por ju po në shkatroni, neve po dalim të shti që ne jemi pendu që shpëtun qifutët.
që ne nuk duhem na njohin të merit. Vëllezër e motra, jemi gabim, jemi shumë gabim. Mu më vjen keq për shembull dhe Adreti Glabaj, që mund të ketë një shans të bëhet udhëheqës nesër, menon rrugën e vet, ka dalë kundra, e qunë, më falni për shprehjen lëpirës, desha t'i heqet të fjalën bëhy të ha, bëhy tha, që quhet, bë, e nuk u të zanë, ti të bësh këtë se shkatron vetën tate, por në radhë parë, por në shkatron imazhin që kemi ndërtu, atë imazhin e madh. Vëllezër e motra, ai Edi Rama është një burr i madh shteti në arenën ndërkombëtare, ai sa është i vogël, ai sa është një rrogaç, një propotent mërna venit. Ai guxoi edhe atje, në sytë të tyre në parlament, si quhet kjo, Kresnet, nuk e di si e ka emrin, simsoj këtën, po në parlamentin, ai u tha atyre që më dhem shpirti për palestinezët. Më vjen keq për popullin palestinez. Nuk është se nuk e tha, nuk është se tradhtoi një pjesë të juve që jeni musliman, po vëllezër e motra, ne kemi mes tonë sa e sa, maskarej me çallë, që janë këta, që po jo helmojnë trunin, po ja shkatrojnë shpirtin, edhe po duhet na lidhin mas bishtit të ca muslimanëve në Bangladesh apo vetvrasës në Gaza që kanë hallet e veta, po që s'na njohin neve, disa për tyre s'na njohin akoma Kosovën madje. Ne nuk themi që të trajtojmë aspiratat e popujve për liri. Ne nuk jemi kundër kësaj dhe s'ka qenë as kundër kësaj vizita e Edi Ramës. Thjesht ka treguar se kush jemi ne shqiptarët. Edhe sot vëllezër e motra, sot dy janë kombët në botë që i bën ligjin kësaj bote. Është tanku amerikan, është avioni amerikan, është anija amerikane, skeletoni, por gjaku ndej, mendja truri, është Izraeli. E ne i kemi të dy, edhe po të mos i kishim, kjo e Edi Ramës është që na mison në afron qoftë edhe diplomacia, hipokrizi, po t'ishte që s'ashtë. Pse kërkoni të veni flakën kësaj? Kur ne mund të bëjmë një trekëndër që është tepër e vështirë të bëjmë, edhe po gati po na bëjnë të tjerët, që kemi një sprovë të madhe përpara, historike, që vetëm do të mund të ta realizojmë nëse do kemi këto dy miq të mëdhej, Amerikën dhe Izraelin, që ta forcojmë ta blindojmë Kosovën, edhe të bëhemi një shtet, edhe në qoftë se ekzistojmë edhe në dy shtete me në shtete diçka federale, mund të bëjmë këta shumë shpejt, edhe pastaj me fuqësimin tonë, pjesët e tona shqiptare, po të bëhemi në një shtet i fortë, dhe kryesisht mjaft kemi atë jo thjesht për krahjen, për mbështetjen që futo amerikane, ju do shihni sa shpejt do rizjohet shqiptarizma edhe në për ato etni që kujton veten se janë, ose majnë veten që janë serb, apo maqedonës, apo bullgar, apo dhe grek, apo dhe malezezës, sa shpejt e sa vrullshëm do të bëhen prapë shqiptar. Vëllezër e motra, ju lutem shihni realitetin në sy, edhe mos prishni çdo gjë, thjesht se Edi Rama ndoshta po përforcon pozitët e veta në pushtet me këtë vizitë dhe të shkatrojmë. Ne shkatrojmë